Deputeti i Vlorës Bujarleskaj nga Foltorja e Kuvendit të Shqipërisë evokoi një figurë të ndritur të hidrologjisë shqiptare, shkencëtarin dhe kolosin e hidrometeorologjisë, akademikun profesor doktor Niko Pano. Profesor Pano ka lënë një trashëgimi të pasur studimesh, botimesh monografish, profilesh, referatash, kumtesash, artikuj dhe vepra të spikatura, shkencore dhe praktike. Ai është autori monografisë Pasuritë ujore të Shqipërisë, botimi i Akademisë së Shkencave. Vetëm këtë punim të kishte përfunduar profesori gjatë jetës së vet, përpara 6-7 vitesh që nda nga jeta, ai do të mbetej me merita të shquara në panteonin e figurave më të larta të shkencës dhe kulturës tonë. Studimi përfshin tërësinë e resurseve ujore të rrjetit hidrografik të Shqipërisë, lumenjt, liçenet, ujërat nëntoksore dhe burimet e tyre, si dhe hapësirat shqiptare të deteve Adriatik dhe Jon. Mbi këtë bazë, ky punim ka realizuar tipizimin dhe rajonizimin e pasurive ujore të këtij rrjeti. Aspekti i gjerë i studimit dhe vlerësimit tërësor i potencialit ujor të Shqipërisë e bën këtë monografi një punim madhor shkencor për një nga pasuritë natyrore më thelbësore dhe jetësore të vendit tonë, siç është uji. Botimi përfaqëson një studim madhor të munguar, i përditësuar e prezantuar në një formë të tillë të plotë e gjithë përfshirës për gjithë pasuritë ujore të Shqipërisë. Në botim analizohen të gjitha të dhënat faktike shumë vjeçare mbi rrjetin hidrografik të Shqipërisë që dispononte Instituti Hidrometeorologjisë ndër vite, të cilat profesor Pano i përpunoi me shumë dashuri, përkushtim dhe profesionalizëm. Profesor Niko Pano u lind më 16 shtator 1937 në Vlorë, ku kreu dhe shkollën e mesme. Ndoqi studimet e larta në Universitetin e Odesës dhe në vitin e fundit u diplomua në Institutin e Hidrometeorologjisë në 1960 në Leningrad, sot Shën Peterburg. Filloi punën në Institutin e Hidrometeorologjisë së Akademisë së Shkencave si inxhinier hidrolog, duke pasur dhe detyra shkencore drejtuese deri në fund të jetës së tij. Profesori krahas kryeveprës së tij monografike, Pasuritë ujore të Shqipërisë, është bashkëautor i monografisë Ngjarjet e jashtëzakonshme atmosferike në Shqipëri, viti 1967, autor i studimit Lishmëria e depërtimit të ujrave të detit Jon në Adriatik në 1973, i punimeve Hidrologjia e Shqipërisë në 1984, Gjeografia fizike e Shqipërisë në 1990 e tjera, dhe deri në fund të jetës së tij ishte kryetari i shoqatës Mbrojtja dhe Ruajtja e ujrave të Shqipërisë. Sipas deputetit Bujarleskaj, profesor Niko Pano nuk u mjaftua me botime dinjitoze të hulumtimeve të tij të gjëra shkencore, por dha kontribut konkret për të ardhmen e ekonomisë së vendit. Bashkautor i megaprojektit të ecit të Skavicës në lumin Drinizi. Me një kontribut shumë përmarsor të shtrirë ndër vite, profesor Pano është autor i studimeve hidrologjike rajonale për sistemin hidrografik, liçeni i Prespës, liçeni i Orit, lumi Drinizi, si dhe për sistemin hidrografik, lumi Drin, liçeni i Shkodrës, lumi Buna, delta e lumit Buna në detin Adriatik gjatë viteve 2008-2013. Dashuria e një qytetari vlonjat për veriun e Shqipërisë. Akademia e Shkencave e Shqipërisë për punën e tij me pasion dhe cilësi e ka nderuar akademik Pano në vitin 2015 me medaljen Nderja e Akademisë me motivacion për realizimin e kërkimeve botimeve në fushën e pasurive ujore të Shqipërisë, si dhe atë në fushën e arsimit dhe edukimit të brezave të rinj e specialistëve.